الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhalla shanuhu, kryes të gjithësisë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje, ndim, rahmet dhe bereqet kërkojmë. Salavatet dhe selamet I dërgojmë mbi shpirtin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndoqën në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht elusim Allahun dhul xhelal që të na I ketë pranuar namazet e yatsis neve dhe gjithë besimtarëve kudo që kanë falë. I nderuari muftinisë Kumanovës Haxhi Abedin Efendi Imeri, I nderuari ligjërues I kësaj xhamie Hoxh Eliasa Efendi Mahmudi, të nderuar këshill I kësaj xhamie, të nderuar hoxhallar dhe ju shumë të respektuar xhamat. Më lejoni që t'ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bereqeti Allahut qofshin mbi ju dhe mbi familjet tuaja. Jemi të buar sot në këtë mexhlis të bekuar me rastin e 3 muajve të shenjtë dhe të mirëseardhjes së mërgjimtarëve, duke lutur Allahun dhul xhelal që të na bekojë dhe të na shtojë bereqetin këto ditë neve dhe gjithë muslimanëve kudo që janë. Muftinia e Kumanovës për ligjërues të kësaj mbrëmje përzgjodhi hoxhën tonë të dashur nga fshati Ramali, Molla Irfan Efendi Musliu, I cili është imam në qytetin e Zyrihut të Zvicrës në xhamin Uniteti, gjithashtu shërben si psikolog fetar, shpirtëror nëpër spitalet e Zyrihut. Allahu e shpërbleft për përgjigjen e ftesës. Gjithashtu programi jon do të shoqërohet edhe me ilahi dhe me ajete kuranore nga korri I muftinisë Molla Ismet Efendi Selimi dhe Hoxh Arjan Efendi Fazliu, Allahu I shpërbleft. Pa e zgjatur shumë, fjalën përshëndetse I japim ligjëruesit të kësaj xhamie Hoxh Eliasa Efendi Mahmudit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderimet dhe adhurimet I takojnë vetëm Allahut xhelle shanuhu. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët dhe besimtaret të cilët ndjekën rrugën e tij deri në ditën e gjykimit.
i nderuari mufti i muftinisë së Bashkisë Fetare Islame të Kumanovës, Haxhi Abedin Efendi Meri me stafin e tij, të nderuar kolegë hoxhallar, i nderuari xhamat, i nderuari misafir i kësaj mbrëmje, Hoxhi Fan Efendi Musliu, imam në xhamin Uniteti në Aut të Zvicrës. Ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bekuar islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Dhe njëherët e falenderoj muftinin e Bashkisë Fetare Islame të Kumanovës, që sonte zgjodhën xhamin tonë, që ta bëjmë një mbrëmje kuranore, një mbrëmje me ligjërata dhe ilahi, kushtuar 3 muajve të bekuar, që tani jemi në muajin Rexhep, sot jemi në ditën e 9 të këtij muaji të shenjtë, i cili muaj shërben si para përgatitje për muajin e bekuar të Ramazanit, sikur edhe muaji që pason muaji Shaban. Pra këta 3 muaj janë muaj të dalluar dhe besimtarët në vendin tonë dhe në mbar botën këta muaj i shfrytëzojnë që shpirtërisht të përgatiten për pritjen e muajit të bekuar të Ramazanit. Dhe atë përgatitje shpirtërore e bëjnë duke u penduar sinqerisht tek Allahu xhaleshanu, duke pastruar zemrën e tyre me pendim të sinqert, me vepra të mira, duke shtuar për kushtimin, adhurimin ndaj Allahut xhaleshanu, me falje të namazit, me lexim të Kur'anit, me bërje të duas, me agjërim vullnetar, edhe me shumë vepra të tjera të mira, me të cilët besimtari furnizohet dhe përgatitet shpirtërisht për ta pritur muajin e bekuar të Ramazanit. Pra nuk po e zgjas më tepër, për shkak se mbrëmja i takon musafirëve të nderuar që kanë ardhur sonte. Allahu i shpërbleft dhe tani le të vazhdoje moderatori i kësaj mbrëmje, Eyüp Efendi Xhemaili në punës fetar në Bashkinë Fetare Islame të Kumanovës. E falenderojmë hoxhën e nderuar Molla Elsa Efendi Mahmudi për fjalën e tij. Gjithashtu e ftoj muftiun e muftinisë së Kumanovës, Haxhi Abedin Efendi Imeri, që të na drejtohet për disa fjalë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nderuari hoxh Molla Elsa Efendi Mahmudi, nderuar dhe shumë i respektuar mysafir gjerovës të cilët sonte kemi në xhaminë e re të qytetit Molla Irfan Efendi Musliu, nderuar korë i muftinisë, në gjithë që një është korë i kompletuar për me qëtat këto ti kemi prezentu, i hoxhallar shumë të respektuar, hoxhallar të kësaj xhamie, krahasi i xhamisë, mysafirë, xhamat i respektuar në përgjithësi, të gjithëve ju përshëndesim edhe në përshëndetjen islam. Selamu alaikum, paqja, mëshira dhe bekimet e të madhit Zot qofshin mbi ju dhe të gjithëve. Unë nuk do të foli kur gjatë tjetër përpas, vetëm para juve këtu jam paraqit në emër të muftinisë Bashkisë Fetare Islame të Kumanovës, si udhëheqës apo si mufti i këtij institucionit. Dëshira ime ishte juve të cilët jeni prezent sonte në xhaminë e re të qytetit, por gjithashtu edhe gjithë besimtarëve islam të komunës Kumanovës dhe Likovës dhe Maxher, të gjithë nga atë të cilën e përmendi edhe Molla Jasaj që u bëj për hajër 3 muajt e bekuar, duke lutur Allahun fuqiplot që Zoti në i mundson ne në përgjithësi që këtë muaj të kalojmë në ibadete, lutje, vepra të mira, punë të cilët i ka bëhen i dërguari i tij Muhamedi alayhi salatu wassalam, dhe ne do të vazhdojmë në rrugën e tij, por unë vetëm
një lutje para juve këtu Dabaj ku e ka bëhen dhe i dërguar i Zotit Allahumma barik lana fi Rajabin wa Ramadan wa fi Rajabin wa Shaban wa ballighna Allahumma Ramadan. O Zot, shloj mëshirën tonë dhe rahmetin tanë në muajin e Rajabit dhe Shabanin bineve dhe në i mundëson që të arrim muajin e bekuar të Ramazanit e cila është të vulna ka poku i këtyre të remujve, sepse djetarët islam i kanë konsideruar të 3 muaj, muajin e Rajabit e kanë konsideru dhe konsideroj si muaj i mbjelljes, kurse muaj i Shabanit është si muaj i ujitjes, muaj i Ramazanit është muaj i të korave, të cilët do t'i vojmë në veprat tona, punë tona, ibadetet tona, fjalët tona të mira dhe punë të hajrit tona, të cilat do t'i vojmë gjatë tyre 2 muajve, por gjithashtu edhe muajin e Ramazanit, Zoti Xhallahu inshallah ne i mundson neve që të gjitha këto vepra të cilat do t'i vojmë këto muaj në shpërblen Allahu Xhallahu me të mirat e tij të cilat i ka, por gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam i ardhonën për muajin e Rajabit është shahrullah, muaji i Allahu Xhallahu se Zoti fuqiplot mëshiron njerëzit, por gjithashtu edhe i largon nga zjarmi i xhenemit, kurse muaji i Shabanit është muaji im, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili do të lutet për neve në përgjithësi si besimtari islam që Allahu Xhallahu na fal neve, kurse shahr Ramadan, shahr ummeti, Ramazani është muaji i ummetit Muhammedit alayhi salatu wassalam, kuptohet në Ramazan, por gjithashtu në to 3 muajt ndërruar vëllezër do të jemi pak më si qenë, jemi në aktivitete pak më të shumta, në ibadete dhe lutje, që Zoti Xhallahu të jetë i kënaqur me ne dhe ne të jemi të kënaqur me shpërblimet me të cilat do të na shpërblen neve i madhi Zot. Edhe një herë për hajrin qofshin 3 muajt juve këtu qytetar të qytetit të Kmados, por gjithashtu ashtu përmend këtu në për vitin e ri që tash kemi edhe mërgjimtarë të në vendlindje, edhe mërgjimtarëve dhe gjithve ju bojnë për hajr. Zoti Xhallahu ju bekoftë juve dhe neve në përgjithësi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E falenderoj muftiun e muftinisë së Kumanovës Haxhi Abedin Efendi Imeri për fjalët këshilluese që na u drejtuan. Para se të fillojmë me ligjëratën e Molla Irfan Efendiut, e kemi nderin që të dëgjojmë disa ilahi nga hoxhallarët të cilët do na interpretojnë Molla Ismetin dhe Molla Maria. Dënjetim dhe të muajve, ti shkan qenë si djerin qenë, ti jenë zoshdo musliman, e i mubarek Ramazan, mirë se vjen zim për musliman, ti jenë zoshdo musliman, e i mubarek Ramazan, mirë se vjen Ramazan, zim për musliman. Mirë se vjen për botën ban, Zotit ka madhru Kur'an, që janë vitë presnar, e i mubarek Ramazan, mirë se vjen
që vita presnar ej mubarak Ramazan mirë se vjen o Ramazan gzim për musliman muezini tret ezan ej mubarak Ramazan mirë se vjen o Ramazan gzim për musliman e kenjanat shumë e vlen asan jami muajtjen lom qët pritën muiman ej mubarak Ramazan mirë se vjen o Ramazan gzim për musliman lom qët pritën muiman ej mubarak Ramazan mirë se vjen o Ramazan gzim për musliman Kjo dynja si një der që s'do kush veç hyret. Kjo dynja si një der që s'do kush veç hyret. Mos mendo valla se këtë jetë për gjithmonë ti ke me mbet. Mos mendo valla se këtë jetë për gjithmonë ti ke me mbet. Mos u mashtëron ti mes vallit, mos u habit mes euladit, mos u mashtëron ti mes vallit, mos u habit mes euladit, mos e gënon ti namazit, mos e largoj istighfarin, mos e gënon ti namazit, mos e largoj istighfarin. Fjallët e Zotit si ndëgjon pejgamberin se kujton, babenam si nderon e gjennetin e shpreson, babenam si nderon e gjennetin e shpreson. Mos e dheti premtimin, mos e hidëroj jetimin, mos e dheti premtimin, mos e hidëroj jetimin, mos e dheti qmo fukaron, mos e lakmoj shumë dynjan, mos e dheti qmo fukaron, mos e lakmoj shumë dynjan. Mos u mashtëron me këta men, mos u nic kështu në ahiret, mos u
Zoti pa pendim. Allahu i shpërblet hoxhallarët për ilahit që interpretuan. Tani vëllezër të ndershëm, fjala është për ligjëruesin e kësaj mbrëmje, Hoxh Irfan Efendi Musliu, e që ne kemi nderin dhe kënaqësinë të dëgjojmë këshilla dhe porositë me vëmendje nga Hoxha i dashur. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nashhadu an la ilaha illa Allah, wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Të dashur vëllezër, të nderuar xhamat i kësaj xhamie dhe shumë të respektuar, i nderuar imam i kësaj xhamie Hoxh Elasa Efendi Mahmuti, i dashur dhe shumë i respektuar muftinisë së Kumanovës Haxhi Abedin Efendi Imeri, të dashur bashkëpunëtor pra të muftinisë, edhe këta të dashurit bilbilat tonë që po na kënaqin sonte këto, me zërat e tyre të bukur, të dashur hoxhallar tjerë, musafir të gjithëve ju përshëndes pra edhe një herë nga zemra me selamu aleikum, duke lutë Allahun sinqerisht që mirësit, begatit, mirat e Zotit qofshin mbi ju dhe mbi familjet tuaja. E lusim Allahun xhelle xhelaluhu me lutjen të cilën e ka bën pejgamberi alayhi salatu wassalam, e që nga ajo inshallah do të filloj jo për të ligjëruar, jo për të kallëzuar ders, se unë jam shumë i bindur se derset nuk mungojnë në këtë xhami, po edhe në xhami tjera, po sidomos këto, pasi që jemi sonte këtu, unë jam shumë i bindur se hoxha juaj i dashur e ka sqaruar vlerën e këtyre muajve, rëndësinë. Do të mundohemi disa këshilla nga zemra, thjesht për të reflektuar, për të mësuar jo çka janë 3 muaj, se neve e dim se edhe tradita na ka mësuar këto, alhamdulillah. Na ka mësuar tradita se çka me bën, tash sigurisht edhe plesh që i kemi këtu kujtohen edhe më mirë. Kur kanë ardhur këta 3 muaj, ka filluar përgatitje, kanë filluar pastrimet e shtëpia, kanë filluar dikush me li shtëpinë, me bën gati, me çit sofrat, me i bën gati thjesht. Kjo është ajo që mua më shumë më intereson. Në fakt një tradit, po prej traditave më të mira që i ka populli jon. Komfort me atë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka konsideruar dhe e ka llogarit përgatitje këta 3 muaj. Domethënë për çka përgatitje? Përgatitje e ardhjes së një muaji të shenjtë, ardhjen e një muaji shumë të bekuar, është muaji i shenjtë i Ramazanit. Fakt pejgamberi alayhi salatu wasallam pra ka thonë o Zot, na beko në muajin Rexhep edhe Shaban dhe na mundso që ta mrrim muajin e Ramazanit. Kjo ka qenë lutja e pejgamberit alayhi salatu wasallam që në fakt neve mund ta kuptojmë dikush, tash mund ta kupton dikush se është pse thu vallë, pse tha pejgamberi alayhi salatu wasallam këtë dua dhe tha o Zot na beko në muajin Rexhep dhe Shaban dhe na mundso që të vijë muaji i shenjtë i Ramazanit. A thu vallë, a pat frikë pejgamberi Allahut se a do ta mrrijë Ramazanin ajo? Nëse e kuptojmë kështu është gabim. Jo që pat frikë pejgamberi alayhi salatu wasallam apo e mrrin Ramazanin ajo, po thjesht pejgamberi alayhi salam na boni me dije të gjithëve neve se muaji i Ramazanit kërkon përgatitje, jo vetëm muaji i Ramazanit, në fakt shpirti, brendësia, ne besimtari, pra shpirti i besimtarit kërkon përgatitje. Çfarë përgatitje? Përgatitje shpirtërore. Kthim. Prandaj ato këshilla të cilët besoj dhe shpresoj që nuk do të jem shumë i gjatë, pasi që thash se nuk po kallëzojmë ders, po thjesht këshillohemi mes vetes sepse të gjithë kemi nevojë për këshilla. Pejgamberi alayhi salatu wasallam pra kur afroheshin këto muaj, ku tham jo që kishte frikë, po thjesht të reflektojnë dhe të na tregon neve se zemra me të vërtet ka nevojë për qëndrim. Nga momentet kur shpërqendrohet zemra gjatë muajve të tjerë, pasi që mos të harrojmë edhe muajt, edhe këta muaj, po edhe muaj tjerë, të cilët janë të përmendura pra në surën Tauba në ajetin 36, po Allahu xhelle xhelalu ka thënë muajt hënor janë 12. Në fakt me ato edhe punojmë. Sa i përket obligimeve fetare, ne punojmë me muajt hënor. Shpërqendrimi që mund të ndodhë, se pejgamberi alayhi salatu wasalam kur e shihnin tu agjeru në muajin e Shabanit, pra muaji që vjen, agjeronte shumë pejgamberi Allahut. Jo që ishte obligim. Prandaj nuk duhet ta kuptojmë që është obligim me agjeru shumë.
Por kur u pyet pejgamberi alayhis salam pse agjeronte çat shumë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, këto janë momentet kur zemrat e besimtarëve, zemrat e njerëzve mund të shpërqendrohen, të orientohen gjithandej, sigur për shembull praktik, puna, angazhimi, stresi, gajlet, problemet që mund të paraqiten, kjo është shpërqendrim. Domethënë nuk është orientim që duhet, njeriu fillon pak të çrregullohet. Kur vijnë këta 3 muaj, thjesht nuk janë si një barë. Nuk do ta kuptojmë kështu, ardhën 3 muaj, do të më nudën një ditë, do të më fal më shumë. Kjo është gabim, vllazën. Çi mendim është gabim. Pse? Sepse pejgamberi alayhis salam na tregoi se duhet mu përgatitë shpirtërisht, rikthim pak të shpirtit, m'ja bën një restart shpirtit pak, mu kthim e thonë ka dalë pak. Ku jam unë? Me bën një vet llogaritje. Çai kam punën me namazin, çai kam punën me familjen, çai kam punën me kujshit, çai kam punën me bashkëvendasit, çai kam punën me njerëzit përgjithësi. Ku është lidhja ime me Zotin? Mos harrojmë. Prandaj pejgamberi alayhis salam tha ky shpërqendrimi që vjen, tha un kam frikë se zemrat e besimtarëve shpërqendrohen shumë, edhe në këtë muaj ngritën punët e mira, tha un kam dëshirë të punët e mia të ngritën duke qenë edhe agjërueshëm. Pejgamberi alayhis salam pra na mësoi neve se o vllazën, o të dashur, duhet besimtarët të orientohen ndalen me një vend, pasi që një prej muajve, pra muaji Rexhep, është edhe muaj prej muajve të ndaluar, ku është ndaluar, pra edhe lufta, edhe keqbërja, edhe padrejtësia dhe gjithçka, pra në ato 4 muaj Hurum, që është e përmendur, është muaji Rexhep një prej tyre. Pastaj, me njëherë muaji që vjen është muaji Shaban, pastaj vjen muaji Ramazanit. Ajo që po duan t'ju tregoj, pasi që në fakt unë tash edhe jam një farë lloj gurbetçari, jetojmë jashtë vendit, unë po du të bëj një farloj krahasimi, një farloj analize, po themi, kështu. Këtu është realitet se këtu shka jetojnë nuk mungon as zoni e zonit, nuk mungojnë as xhamiat, po edhe tradita nuk mungon. Në fakt, na mujmë me thonë se këtu shumë ma kollaj është mu bo musliman. Kurse atje mungon e zoni, nuk thirët e zoni. Mungon xhamia, nuk i kemi afër, i kemi me kilometra të tëra. Tradit nuk kemi, sepse jetohet me një tradit tjetër. Po ajo që është më me rëndësi, ta kuptojmë të gjithë. Mos bon keq gurbetçar që jetojnë, sepse Allahu xhelle xhelalu fundi i fundit nuk na pyet ku ke jetu, çish ke jetu. Allahu xhelle xhelalu na pyet neve çish ke jetu. Në çfarë forme ke jetu? Kur e dim që ta, kur e kuptojmë që ta, na i kthehemi asaj që thash. Këtu e zoni atje jo, këtu xhamia atje jo. Në rregull, mirë po nuk do thotë që nuk ka rrezik. Edhe këtu, edhe atje ka rrezik. Çfarë mund me qenë rreziku? Rreziku këtu mund me qenë rutina. E ki xhamian gat, shkon falësh për çdo ditë. A është rreziku i rutinës? Po, mu bën një ditë për vetë do të më shku mu fal. Zban se e zoni, po thirr do të më shku mu fal. Ndërsa ndjenjat nëse nuk janë në ibadetin e Zotit, nëse nuk besimtari nuk ndjen në ibadetin e Zotit, në fakt ajo shndrohet në një rutinë. Po zban mos më shku në xhami, pse? Po nuk e di jam çashtu, na ka merr neve zban. E jo, kjo është gabim. Prandaj duhet më shku mu fal për Allahun xhelle xhelal. Unë shpesh herë kam thonë në për ligjëratat e mia, kam thonë të dashur vëllezër, kur neve namazin e falmi, kur bim sejdë, kur e vendojmë kokën tonë sejdë, nëse ndjenjat, ato që na nuk mujmë me i spjegu, po ato punojnë në trup, ndjenjat të cilat i ndjen njeriu. Nëse namaz nuk ndjehet ndryshe nga ajo momentet që janë jashtë, namazi i tij është pikpyetje. Prandaj, këtu është rreziku i rutinës, kurse atje në gurbet është rreziku i harresës. Tu largu, domethënë s'ka xhamia, s'ka ezan, s'ka. Ja fillon pak mu harru, se tradita nuk është, fillon pra harresa. Atje është rreziku i harresës, këtu është rreziku i rutinës. Mund mu bën rutinë. Çfarë do të thotë kjo? Besimtari kur vin këta 3 muaj, si për neve atje, si për juve këtu, është ajo përgatitja shpirtërore vëllezër. Kjo është me rëndësi. Përgatitje shpirtërore që besimtari të përgatitet shpirtërisht, vëllazën. Nëse kemi harru me ndje, kur të vjen momenti, kur të vinë pak këta 3 muaj, që në fakt në muajin Rexhep e dim edhe një ngjarje shumë e madhe. Nota e Isras dhe Mirajit, udhëtimi i pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe një hedije e madhe për gjithë besimtarët,
Ajo është obligimi i namazit, pra në Isra dhe në Miraç u bë obligim namazi për gjithë besimtarët, pra ishte dhuratë. E këta tash duhet kemi kujdes, çish po e kuptojmë? A e kuptojmë si një barr, një mundim, apo e kuptojmë një lidhje, një raport mes njeriu dhe Zotit, lidhje. Një shembull praktik. Po jap një shembull praktik. Nëse ju kujtohet në kohën e pandemisë. Tash edhe këtu ka qenë jo mirë edhe atje hala ma keq. A thu vallë, hajde të rikthehemi pak. Çështja e vetme që na mbrojke për mos mi hub ndjenjat e Zotit, të besimit, ndjenjat e imanit, ato reagimet e imanit në brendësinë e shpirtit. Po ju betohem Zot, qatë shumë erdhi situata e keqe, sa që mos kish qenë bindja, besimi edhe namazi, kam të hub krejt. Xhamiet na ndalon. As xhamoja nuk u falke. Filloi njeriu mund dje shumë keq, jo shpërqendrim, po për pak edhe devijim Zot na ruaj. Po mos kish qenë namazi që edhe pse në xhami nuk falshmi, po të shtëpia po. Ajo lidhja me Allahun Azza wa Jall kur nuk u kput. Prandaj këtu duhet kemi kujdes. Ku thash më herët rutinë, mos ta keq kuptojmë këta se dikush vjen vesh falet se thirrë zoni e ninë zonin duhet me shku, mos ta keq kuptojmë këtë formë. Po thjesht me të vërtetë vëllezër duhet ta ruajmë çat lidhjen e fortë, e lidhje e cila na mban gjithmonë në raport të mirë shpirtnisht me Allahun Azza wa Jall. Namazi pra u bën obligim. Për çfarë arsye? Për ta mbrojtur besimtarin, edhe për ta ruajtur orientimin e tina. Gjithmonë kur njeriu, pra, ajo që u përmend rreziku i pandemisë, gjithmonë kur njeriu filloi kemu shpërqendru me i hub rrugët, është lidhja me Allahun xhalla xhelalu e cila të mban gjithmonë. Prandaj, vëllezër, këto momentet kur njeriu i kalon jetën e tij, nuk do të thotë se në këto muaj të pasht, edhe kjo nuk do të keq kuptohet. Në këto 3 muaj janë ndalesë, jo ndalesë për mos me punu, mos me shku në punë, mos mu angazhu në aspekte tjera të jetës. Jo, duhet në fakt gjitha njeriu t'i ban, por në aspektin shpirtëror është një farë lloj stagnimi, nalu pak, llogaritë vetën, çka i ki punë me Zotin. Thjesht që kjo është. Ose kanë thonë plesht me një fjalë tash po e përmeni kështu. Kur troket dikush nder, ai mund me hin mrena. Ai i cili nuk troket, nuk i bie derës, son hen mrena. Po përkundrazi, bile i themi pse hinë pa trokit Allah, ti thërbe trego pak se jetu hin shpitone, jetu hin shpituj. Jetu hin dikun tjetër, edhe te baba dhe te nana me hin dosh me trokit. Kjo është rregullore, apo. Në fakt, dietarët islam e kanë llogarit, muaji Rexhep dhe Shaban janë trokitje në rahmetin dhe bereqetin dhe muajin e madh të Ramazanit. E kush troket, ai hin brenda. Wallah, ka bujrum, është i mirë se ardhur ku? Në muajin e shenjtë të Ramazanit, i cili është për plot ibadete, apo, është ibadet, ka agjerimin, ka, domethënë namazet, ka taravia, ka namazet shtesë, gjitha ato pra besimtari para përgatitet që kur të vjen muaji i shenjtë të Ramazanit, ai vetëm se shpirtnisht është përgatit për një ibadet të madh. Ai është agjerimi. Prandaj unë jam shumë i bindur se ai i cili fillon të agjeron në këto 3 muaj, fillon namazin, domethënë t'ja nis rregullisht, thotë ka dalë se do të më fal vallajt. Nëse këto 3 muaj është pak më i orientuar më kafeja, dhe ka besimi, ka bindja në fakt, t'jeni të bindur se ai ka me prit shumë ma let muajin e shenjtë Ramazanit. Edhe ka me përjetu ma mirë. Kjo është çështja është këtë përjetimi vëllazën. Unë thash se namazi tash çka ka të bëjë namazi, po namazin Allahu Azza wa Jalla e çoi dhurat për çfarë arsye? Me na vetdisu neve që pa iman, pa besim, pa bindje te Allahu Azza wa Jalla dhe pa lidhje në raport njeri me Zot, na nuk mund me i te i kalu problematikët e kësaj donjaje. Se është sprov kjo botë. Si për mu, si për ti, për gjithë. Asnjëri nuk ka kalu mirë në këtë dunjë. Si cili i ka ato sprovat e veta, si cili i ka ato gajlet e veta. Juve mund me ju duk shumë mirë hoxha, shumë mirë pika po veshët mirë, kerrin të mirë, punën të mirë, rahati, s'po ka gajle, a mu me bo, me ditë çfarë gajle ka hoxha, thu shiqirshka se pas na unë që ta.
problematik ose diçka me çka ballafaqohemi. Edhe ti edhe unë kemi probleme. Ani pse dukemi që nuk kemi, po secili ballafaqohemi me diçka, çka ti nuk e ke, unë ndoshta e kam, ama edhe unë nuk e kam një problem tonin. Secili domethënë kemi një diçka me çka ballafaqohemi. Prandaj kur është lidhja me Zotin, kur është namazi, i cili neve çeto problematika na ndihmon që na ti te i kalojmë ma lehtë. Vjen problemi pa e prit hiç, vjen gajla pa e prit hiç, vjen smuja pa e prit hiç. Kur e kemi lidhjen me Zotin, kur e kemi namazin, neve gjejmë atë qetësinë shpirtërore. Domethënë i bjen sejdë Allahut, edhe aty njeriu gjen shpirtënisht qetësi, me të vërtetë. Ata që e falin namazin për hir të Allahut, edhe ata që e kuptojnë vlerën e namazit. Po flasim në atë aspekt. Kur njeriu pra bjen në sejdë gjen qetësinë. Pra se Allahu xhalla xhelalu jo rastisht ka thonë inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi. Jo rastisht Allahu xhalla xhelalu ka thonë namazi të largon prej punëve të këqija, pi punëve të shumtume, pi problematikave. Pse? Pse ti je me avdes, je bogati me shku me ran sejdë Allahut, ti nuk e pengon kërkan, edhe me të pengu dikush, ndal ibadeti Zotit se jam të hinë shpijën e Allahut, ti e nal përgojimin, ti e nal sharjen, ti e ndal ofendimet, ti në fakt para pregaditësh me dal para Zotit, jo rastisht namazi është dalje para Allahut azza wa jall. Namazi është komunikim me Zotin. Kur ti thua elhamdulillahi rabbil alamin, domethënë drejt për drejt e falëndron Allahun, i kërkon atij me të udhëzu. Kjo është ajo bashkëbisedimi në fakt që ti e ban me Zotin. Në këto momente njeriu pra duhet të ndihet ndryshe, i kënaqur me shpirtin. Prandaj na sot në fakt jetojmë me një kohë që unë nuk e di a ka pas ndonjëherë shpërqendrim më të madh ajo. Jeni dëshmitar se problemet janë të shumta. Vallahi tash na unë po flas si hoxhallar. Edhe këtu jam shumë i bindur se edhe hoxhallarët e këtu i ballafaqohen me këto problematika, po edhe ne atje ballafaqohemi me këto probleme. Besoni vëllezër, tash nuk po du dal prej temës, po ku jemi te shpërqendrimi, ku jemi te njerëzit kur e humbin lidhjen me Zotin, e humbin raportin me Zotin, nuk e din kur janë 3 mujt, nuk e di a ka ardhur Ramazani ajo, a është koha namazit apo jo. Kur të fillojë çiki shpërqendrim, besoni në Zot, pastaj kur t'i bin problematikat nuk di kam orientu. Sepse tham kjo dunja është për plot probleme. Si cili ballafaqohet me diçka. Kur të vjen problemi pa e pritësh, pastaj ku më shku? Ku na më u lut? Shko hoxha, a pegnon beni asin se punë virani kam. Hoxha apo më frin se katastrofë punë shpjekena. Eta pastaj të na që këtë citat, e shfrytëzojnë kejt ato keqbërësit për andej, kejt ato shka për qëllime, përfitime personale, ato e shfrytëzojnë vinë për ate, pastaj me nëzisi pritin. Edhe ai kur të vjene, sikur ai mjeshtri i shtëpive, kur janë ndrojke atë qeremit, kë njënë një heke, shka është e krist, janë ujke në tonë e mirë ke një taze për anej, a pëthir ke manisja, po rrëdha pëthje, po normal rrëdhë se kanë ndru mirë që shduhet. Në fakt, edhe qëto njerës, subhanallah, vinë, edhe ti të bojnë për 5 pare, se e shofin se ti nuk ki orientim, ti nuk je të ditë më orientu. Tash mësëm keq kuptojnë ata rukën e gjitë që i bojnë rukje, e që i frinë me Koran, unë nuk jam kundra saj, por njeriu nuk ka nevojë me shku me bën rukje. Aja është momenti i fundit atje, kur nuk ke mundësi mo as pak. Ti e ke namazin, ti e ki Kurani Kerimin, ti i ki këshillat edhe hadithet e pejgamberit alayhissalam, ti i ki hoxhallarët e tu ku mund më orientu në çdo kohë atje dhe mu konsultu me ata, mi thonë çka problemi. Nuk ki nevojë më njëherë me shku me bën rukje. Tash njëri herë më tha mua, tha hoxha, po harxhon djalin shumë, harxhon rrogën shumë shpejt. Çish ashtu? Një javë speçon hoxha. Hajde pak mi frinja një ujë. E tash llogaritni për shembull ku mujmë me prun na situatën si besimtar, si musliman, si të besum, si të bindur te Allahu azza wa jalla, dhe na e dim se edhe e mira edhe e keqja, edhe sprovat mujnë me ardhur prej Allahut, po edhe e mira dhe bereqeti vjen prej Zotit. Na ku e dim se caktimi i Zotit ka me ndodh, dashtëm ose s'dashtëm. Janë disa sende ku mund për shembull njeriu të zgjedh, por në shumicën e rasteve ti je krijesë e Zotit për cilin Allahu është i njoftuar dhe e din gjithçka se çka ka me të ndodh tije. Prandaj kur ti e di këtë punë dhe i lutesh Allahut që Allahu ti me të ndihmu dhe ti i mbështetësh Zotit, atëherë s'ki nevojë për kërkan. Po çka është më interesant edhe problemet mund me i të i kalu ma lehtë. S'ki nevojë ti për shembull me shku me lut dikan, hajde pak
t'lut na knobe pak Kur'an për mu, jo se unë vetë mësoj Kur'anin e Kerimin me lexu. Falu pak për mu, xho. Falu pak për mu se si kam punë të mirë, po s'muj mu fal për ti jone. Falu vetë, mësoj namazin me fal, lidhu me Zotin shpirtnisht. Vendoje kokën në sejdë dhe thuaj Allahut azza wa jall lirisht pasha Zotin. Edhe namazet e shtëpia shko, namazet direkt qatë, o Zot, veç për hir tonë o Allah, më ka rani problematik mu e kam një gajle, nuk ka ve nevojë me shku me i kallxua gjithë botës, kam problem, unë hajde mule me ma gjetë një me më fri. Jo, be, s'ka nevojë për frime. Vallai s'ka. Prandaj, që kjo përqendrimi dhe që kjo ushqimi i mirë i shpirtit, që në fakt ti e të rahaton dhe e din, se edhe kur sprovohesh, ti e di mirë se nëse i ban sabër, çase sprove Allahu azza wa jall ka me të largu. Imam Sha'ravi, kur e spjegon çështjen e sprovës, sigurisht jam i bindur që e keni ndëgjuar, edhe ndoshta edhe më herët, po përsëritëm, po megjithatë s'ka dam, s'ka domethënë keq, kur nëse përsëritemi e rikujtojmë edhe një herë. Thoj ke sprova është ajo e cila kur vjen prej Zotit, nuk largohet prej besimtarit, derisa atëherë ai të pajtohet me atë sprovë. Kur ai pajtohet me atë sprovë, çka ka thënë Zoti në smuje? Çka më bën tash? Këtë dunjën me trazua. A me lujt pimenve, a çka më bën? Po ta ka thënë Zoti sprovën. Ti ato çka kërkohen prej teje, me shkute mjeku, me kërku ilaçin, ti duhesh me i bën krejt ato punë. Amo nëse nuk largohet, s'po do Zoti. Po veç nëse i thua Allahut azza wa jalla, Zot, ti e ke çu, me dashje e hek, me dashje une nuk shërohem kurr. O Zot, une e kërkova ilaçin, u angazhova, po nuk po vjen shërimi. Unë prej ti, o Zot, e priti shërimin, edhe unë i bindem, edhe unë pajtohem me caktimin tanë. Në qëto momente, thot Imam Sha'ravi, Allahu Gjelleshanu thot e ngrit sprovën dhe thot, besimtari, robi im, edha provimin. Edha provimin. Ai nuk kërkoj dikun tjetër, unë bështet të unë. Prandaj vëllezër, që kjo energjia pozitive e shpirtit, që kjo aspekti, i cili në fakt na ndihmon neve me të vërtetë të orientohemi edhe të rrim të fortë, të fuqishëm para çdo lloj problemi, para çdo të ballafaqohemi me gjithçka e cila na paraqitet dhe na vjen jetën tonë përditshme, është çështja e bindjes dhe besimit edhe lidhjes me Allahun xhalla xhelalu wa xhalla shanu. Prandaj vëllezër, në muajin e shenjtë Ramazanit, ju e dini shumë mirë se shtohen aktivitetet, vinë domethënë më shumë namaze, ma shumë iftara, aktivitet ma shumë, gjallëri ma shumë. Jo rastisht kjo bëhet, pse? Sepse zemrat e besimtarëve fillojnë të zbuten. Në fakt, ndërtohet një raport ma i mirë, një lidhje ma e mirë me Zotin. Me njëherë fillojnë njerëzit pak të qetësohen edhe psikikisht. Pasha Zotin po. Kjo është ajo çështja ku po thash se këto 3 muaj vëllezër, me të vërtet duhet na mësoj neve si besimtar, që edhe në aspektin shpirtëror, përgatitemi mirë, ta krijojmë apo thjesht ta rikthejmë edhe një herë lidhjen tonë me Zotin, pastaj lidhjen me familjen tonë, le të mësojmë një herë për gjithmonë se në xhami nuk është zakon me shku. Nuk është tradit me shku në xhami. Në xhami është obligim me shku. Jo vetëm në xhami, me fal pra namazin është ibadet, është obligim dhe është farzi Allahut xhallal xhelalu. Edhe në fakt edhe psikologjia, tash po hi pak te psikologjia. Kërkoj falje. Psikologji, por psikologji e dobishme. Nëse fëmia, parashtrojmë pyetjen, fëmia kur mëson prej prindit? A atë çka ja thot prindi, a atë çka e praktikon prindi? Cëllën e mëson më mirë? E mëson fëmia çka e ban baba, edhe nona. Çka e praktikon. Në fakt, nëse na fillojmë namazin, vim xhami, aktivizohemi në xhami dhe ne ja nismi me u orientu mirë, edhe fëmijët e shohin dhe mësojnë nalë se duhet me fal namazin, se baba shkoj ke e fal kësis edhe na namazin. Kjo është ai momenti që na dhe në raport me familjen muj me ndiku shumë mirë, që në fakt duke u angazhu në vepra të mira, duke u angazhu në punë të mira, pasha Zotin kena me përfitu në gjitha aspektet. Pastaj, sigurisht, duke i ndërtu edhe raportet tona vëllezër, vallai kjo është problematik sot, jeni dëshmitarë dhe këta dhe përfundoj, inshallah, duke mos e zgjat më shumë dhe kërkoj falje, nëse ju kam marrë shumë kohë, unë e thash nuk jam të tregu asgjë e cila nuk është thonë në këtë xhami, po edhe nështë se keni ndëgju kur asnjëherë, thjesht falendroj nga zemra, shfrytëzoj rastin, pra ta falendroj nga zemra edhe muftinis Kumanovës, në krije me muftion tonë të dashur për këtë organizim të bukur, edhe hoxhën e dashur, imamin e kësaj xhamie,
për mundësinë dhe mikpritjen që na e boni, thjesht unë si musafir shfrytëzova rastin që në fakt edhe do të lutem inshallah në fund, 2 fjalë vetëm të lutem që Allahu xhelle xhelalu na e përmirëson gjendjen tonë. Po një gjë është realitet o vëllezër, nëse na nuk angazhohemi, nëse na nuk ndryshojmë vetë, vallai ndryshimi s'ka me ardhur kurrë. Asnjëherë, nëse na çështon këtë formë, thash ai rreziku në fillim që e përmena, nuk guxojmë në asnjë aspekt ibadetet e Zotit, obligimet që i kemi ndaj familjes, obligimet që i kemi ndaj farefisit, obligimet që i kena na si musliman, nuk guxojmë t'i bëjmë edhe t'i realizojmë apo t'i veprojmë në formë rutine. Duhet që shto më bëjmë. Jo, besimtari e ka obligim, më koni sjellshëm, më koni moralshëm, besimtari nuk tradhton, nuk vjedh, nuk rren, nuk mashtron, nuk përgojon. Këta këto punë janë çështjet besimit, edhe çështjet muslimanit. Nëse neve këto na mungojnë, atëherë faktikisht na duhet pak me këshirë edhe namazin, pse be namazi s'po të largon, po del pijamia çadje 100.000 xeza po i ban, po falet be edhe këtë tana xezat po i ban. Çka problematika? Problemi është se ai hala nuk ka lidhje me Zotin, hala nuk është lidh shpirtërisht me Zotin. Kërkoj falje se unë se caktoj, a pranohet as pranohet namazi, po flasim në përgjithësi, a? Nëse namazi nuk reflekton, nëse namazi nuk ndikon tek njeriu, te besimtari, që falet 5 herë në xhami, edhe asnjë punë të mirë nuk e ban, edhe nuk përmirësohet as pak, atij mungon lidhja me Zotin. E që kjo është rutinë. Zot na ruaj prej kësaj. Prandaj, vëllezër të dashur, këta muaj të mëdhoj janë ato të cilat neve na japin mundësinë, pra nuk janë barë, po është një mundësi rikthimi. Është një moment i mirë, nuk është muaj i cili na obligon, na rëndon, ka me ardhë ky muaj, tash kanë ardhur muaj të mëdhoj, kush ti duhet më anis pak më angazhu. Jo vëllezër, mos ta kuptojmë këtë aspekt, po le të marrim këta muaj si mundësi vallai, edhe si hedije prej Allahut xhelle xhelalu, që ne të përgatitemi shpirtërisht, po për ardhen e atij muaj që për atë muaj pejgamberi alayhis salam në shumë hadithe, po edhe Allahu xhelle xhelalu ka thonë që njeriu të bëhet i devotshëm, prandaj edhe është obligimi edhe Ramazani e ajo devotshmëri, ai kulminacion i besimit, ajo shkallë e lartë e besimit nuk arrihet në forma tjera, pos duke u përmirësu. Në brenda mu të përmirësu. Me pastru pak shpirtin, me pastru pak këtë zemrën. Unë shpesh herë thom, zemra është e njëjtë me këtë vëllazër. Me na i bo një operacion tash, me na i këshirë zemrat këtë njëjtë i kemi. As njënit nuk është as e bardh as e zezë. Vallai njëjtë është, edhe një çka është pa besimtar, ku na duan. Njeri është krijesë njeri, merr zemrën e ka njëjtë. Na nuk kena të fol asnjëherë për këtë zemrën fizike të cilën e bajmë në trupin ton, na jena të fol për çat zemrën e cila është e shpirtit, që nuk shihet, e që ekziston. A ekziston te na, po. A ekziston te na një diçka e cila na nuk e shohim, a janë shpirti jon, apo? A është një diçka e cila e ka emrin edhe ego, pa hin detaje, çka është ego, ja është shpirti, ja diçka tjetër, po na e dim se në brendësinë tonë jeton diçka, çka diskuton me neve. Për shembull, në këtë formë, derisa unë po flas, ju jeni tu mendu dhe jeni tu bashkëbisedu me vetveten tuaj. Apo ka zonë mirë më lejfoni derisa ja. Jeni të fola, a e ka be mirë që kjo është ajo. Ju jeni edhe tu bashkëbisedu me egon tuaj. E që kjo është e mbrëndësia, vëllezër. Qatë mbrëndësin, për qatë shpirtin, për cilin Allahu xhaleshanu e ka përmen, edhe qortues, edhe udhëzues ka e mira, po edhe udhëzues ka e keqa. Çajo egoja, çajo mbrëndësia jonë, që gjendet në brenda, çajo duhet pastrohet, edhe ne si besimtar, pastaj kur ta pastrojmë mbrëndësin ton, atëherë kemi me pas rezultate edhe ndryshime të mira në orientimin edhe në udhëzimin e besimtarëve. Inshallah Allahu xhelle xhelalu na mundson që këto 3 muaj le të jenë muaj reflektimi, le të jenë muaj mundësie, që na ti praktikojmë këta muaj, ti shfrytëzojmë këta muaj, që ne të lidhemi shpirtërisht me Allahun xhelle xhelalu, që edhe në momentet pastaj jashtë këtyre 3 muajve, ne kur është mundësia më e madhe që na të shpërqendrohemi, të orientohemi, të shkojmë në rrugë jo të mira, të jemi gjithmonë në raport me Allahun xhelle xhelalu. Edhe kur shkojmë punë, me bismillah, duke e falendruar Allahun, edhe kur ne kemi probleme, duke u mbështet Allahut, edhe kur kemi stres, duke mbështet Allahut xhelle xhelalu. Çdo situatë që vjen, ti ke me menaxhu shumë më mirë, ama kur e ke raportin edhe lidhjen me Allahun xhelle xhelalu u xhelle xhelalu. Andaj thjesht vëllezër,
Kështu e bëjmë, pra këto 3 muaj le të jenë një ftesë për gjithë besimtarët. O musliman, o të dashur, kanë ardhur këto 3 muaj mundësi e mirë që ju të përmirësoheni, ju të lidheni me Allahun xhelle xhelalu, edhe ne thjesht ta të kalojmë këtë jetë, ta kalojmë këtë dunjë, sepse e dim se kthimi është tek Allahu xhelle xhelalu. Vëllezër, këta e dim. Prandaj unë shpesh herë në para të vdekjeve thom, nuk ka nevojë, a ka nevojë ala me vdek dikush që me kuptu që kena me vdeka? Jo be na të gjithë e kuptojnë se kemi me vdek. Edhe këta kjo është çështje e kryme. Edhe është sistemi i Allahut azza wa jalla dhe nuk ka kush që mund ta ndryshon këta. Pasi e di më vllazën këta, po na ipët një diçka, po na ofrohet një diçka, po thot Allahu në Kur'an, përgatitu se ka me ardh çaj moment. Pasi po kërkon se shumica prej neve, edhe shumica e njerëzve kërkojnë thonë, a ka dënë argument ta thu vallë çka ndodh atje, a për një me bashkim e dal për Allahu ta. E po mirë dhe hajde ti argumento ma që s'ki me dal edhe unë po të besoj tije. A keton Allahu xhelle xhelalu po thot Kur'an, hadithet e pejgamberit alayhis salam po na tregojnë neve se kemi me dal para Zotit. Kemi me dhon llogari o vëllezër. Kemi me dhon llogari për vetveten, çka kemi vepruar, çka kemi punu, çka kemi bën me obligimet të cilat i kemi marrë dhe përgjegjësitë të cilat Allahu na i ka caktuar. Familja jon, sjellja jon, morali jon, komshiu jon, shoqëria në përgjithësi, çka ke bën, çka ke punu ti. Prandaj momentet 3 muaj janë ato të cilët besimtarin mund ta vojnë në aktivitet, ta vendojnë në angazhim, ta mësojnë çish duhet me punu pak, mu angazhu pak, jo vetëm me flet, edhe me marr jetën në rutinë, do me shkon punë, me ardh, me flet, me pushu, erdh mu çu sava, këta bollë mu na ka dal për mi krije, mu merra me flet, domethënë tamam është bon jeta për momentin, sikur ajo nota e errët, kur të vjen nota, bim me flet edhe jesmi vet. Edhe veç mendimet tona na mojnë derisa të na lexojnë xhumi. E që shtu me vome a shumë keq, zot na ruaj. Prandaj vjen dita nesër që të jap mundësinë tjetër. Vallahi dietarët islam kanë thonë edhe 3 muajt janë që kjo pikërisht kjo mundësi e cila ti ta jap një mundësi tjetër. Pa mos e zgjat më shumë. Edhe unë shfrytëzoj rastin në emrin tim, edhe në emrin të familjes edhe në emrin të gjithë dashamirëve t'u bëj për hajër ardhen e këtyre 3 muajve, edhe pse domethënë muajin e Rexhep jemi të shku, edhe pastaj do të vjen muaji Shaban. Edhe jo rastisht po lutna edhe unë çështon, edhe po them o Allah me atë lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o Zot, na bekon në muajt e Rexhep dhe Shaban dhe na mundso që na ta mrrim apo të vim ta arrim muajin e shenjtë Ramazanit, i cili është për plot begati, falje, rahmet, mëshirë. Allahu na fal, Allahu na mëshiroft, Allahu na përmirësoft, na dhon mundësinë që ne të përmirësohemi në këtë dunjë. Thashë Allahu xhelle xhelalu, zemrën ta pastrojmë edhe dalmi para Allahut, ashtu siç don ai dhe siç don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe një herë faleminderit muftenis, imamit dashur dhe juve xhamat për kohën që ndajtët dhe ardhët me na nderu. Allahu ju nderoft. Selam aleikum. O që nderuar në emrin e muftenis dhe në emrin e xhamatit ju falenderoj dhe lutemi që Allahu t'ju dhurojë shëndet, sukses dhe gjithë të mirat në dunjë dhe në ahiret. Vëllezër të ndershëm, ashtu siç e filluam programin me leximin e Kuranit dhe me interpretimin e lagive, ashtu edhe do të përfundojë. Gjithashtu, Allahu ju shpërbleft edhe juve që ishit pjesë e këtij tubimi, deri në takimet e radhës ju përshëndesim me fjalët me selamin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا
وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة